Historia ime në Radio Kontakt ju fton në një cikël reportazhesh me histori njerëzore e personazhe të ndryshëm që rrëfejnë copëza nga jeta e tyre. Jeta e çdo kujt është një histori, e trisht apo e lumtur, e çdo kush ka një përvojë që duke ndarë me të tjerët, inkurajon dhe frymëzon mjaft njerëz. Bëhuni edhe ju pjesë e kësaj hapësire. Radioportreti i sotëm i jep një tablo dhe panoram të gjerë gjuhës arabe. Gjithmonë shqiptarët kanë mësuar me koshëri gjuhët e huaja, e mes tyre është dhe gjuha arabe. Pikërisht, për këtë gjë ka folur profesori, teologu dhe njohuesi i gjuhës arabe, Qemal Alla. Studimet për teologji i ka kryer në Yemen në vitin 2004. Sipas tij, shqiptarët e njohin gjuhën arabe në sajt të kurseve, leximit, trashëgimisë nga familjet e devotshme e myslimane. Gjithashtu, mësimi i saj në medrese mbetet i pranishëm për gjuhën arabe, pasi kjo e fundit është një element çelës i Kuranit, ku siç e dim në origjinal, ky libër i shenjtë është arabisht dhe më tej i përkthyer në gjuhë të tjera. Tashmë, sipas profesorit Alla, përmenden disa sure që besimtarët shqiptar musliman zotërojnë më mirë. Ashtu, sikurse njohjen e kësaj gjuhe në periudhën më famkeqe, atë të komunizmit. Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, për sa i përket shqiptarëve për gjuhën arabe, ato e njohin nëpërmjet frekuentimit të tyre në kurset e gjuhës arabe, po ashtu leximit të herpashershëm të Kuranit famlar, gjithashtu edhe nëpërmjet mësimit në medresen e Tiranës, po ashtu edhe nëpërmjet tyre, domethënë gjithashtu edhe nëpërmjet shkollimit të tyre në vendet arabe. Një pjesë e madhe e tyre, domethënë, kanë studiuar, vazhdojnë dhe biles një pjesë tjetër vazhdojnë akoma të jetojnë nëpër vendet arabe, domethënë. Po ashtu mos harrojmë se edhe gjatë diktaturës gjuha arabe është ruajtur me fanatizëm nga mjaft familje shqiptare. Kështu domethënë ajo është trashëguar brez pas brezi një gjë e tillë. Të rinjt, 20 vjeçarët e njohin gjuhën arabe, por nuk mund të mos përmendim dhe moshat më të vogla, të cilat në sajt të përkushtimit të prindërve po mësojnë gjithmonë e më shumë gjuhën arabe. Ndërsa, në gjuhën arabe profesori dhe teologu Qemal Alla uron të gjithë besimtarët e dëgjuesit e Radio Kontaktit. Gjuha arabe është një kënaqësi për të gjithë besimtarët musliman, duke ditur që është gjuha e Kuranit. Nga suret që i mësojnë të gjithë brezat, pothuajse domethënë që nga mosha e vogël po ashtu dhe e madhe, janë surja El-Fatiha, që është surja bazë domethënë e Kuranit famlar, siç quhet ndryshe domethënë nëna e Kuranit famlar, po ashtu domethënë për sa i përket përmbajtjes që ka domethënë, ku ndërkohë që në çdo namaz lexohet kjo surë, patjetër duhet lexohet një gjë e tillë. Po ashtu nga suret tjera janë surja Kauther, Nas, Ikhlas, Felek, El Kafirun e tjerë. Pra këto janë, apo thënë ndryshe shkurtimisht, 10 suret e fundit të Kuranit famlar, domethënë, që mësohen pothuajse nga të gjithë brezat, nga të gjithë moshat. Gjuhën arabe ka filluar, domethënë edhe nga moshat e reja, që nga mosha e vogël, domethënë që janë në shkollat 9 vjeçare e lartë, domethënë. Mirë, duke filluar këto dekadat e fundit apo dekada e fundit, më thënë më tepër, më së miri, domethënë ka filluar domethënë një shtim i personave që kanë filluar ta mësojnë gjuhën arabe për më tepër, domethënë që i përkushtohen një gjuhë të tillë, sepse si s'di, domethënë ajo është gjuhë e Kuranit dhe nëpërmjet saj ajo kuptohet edhe më shumë, domethënë Kurani famlar. Pra unë i uroj domethënë në gjuhën arabe të gjithë dëgjuesit e Radio Kontakt, taqabbalallahu siyamakum wa kullu am wa antum bi khair. Ramadan mubarak. Pra Zoti ka pranoft agjërimin të gjithë agjëruesve kudo që ndodhen, domethënë. Është mirë që personi, domethënë, që lexon Kuranin famlar ta kuptoj përmbajtjen e tij çfarë thotë. Dhe kështu është mirë, domethënë, që ai ta mësoj gjuhën arabe, sepse i shërben, domethënë, atij personi vetë që ai ta kuptoj më mirë, më qartë se si është pra kuptimi i Kuranit famlar. Pra të di çka lexon edhe ta kuptoj njëkohësisht, domethënë. Në radioportretin e sotëm transmetuam rëndësinë e gjuhës arabe me profesorin dhe teologun Qemal Alla. Historia ime në Radio Kontakt ju fton në një cikël reportazhesh me histori njerëzore e personazhe të ndryshëm
që rrëfejnë copëza nga jeta e tyre. Jeta e çdo kujt është një histori, e trisht apo e lumtur, e çdo kush ka një përvojë që duke ndarë me të tjerët, inkurajon dhe frymëzon mjaft njerëz. Bëhuni edhe ju pjesë e kësaj hapësire.